Samiti i BE për të agjendave politike të shteteve anëtare u interpretua nga pritësit e Rama si një akt certifikimi i një batërdije zgjedhore e denjë për vendet e botës së tretë, në një sallë të veshur me çmenduri traktesh me ngjyra, servilizma të pështira, shfrime deliresh. Shqiptarët panë dëgjuan se si u shkërmoq përpara ekraneve, ëndra e tyre e dikurshme për Shqipërinë si gjithë Europa. Natyrshëm, jo pa ironi. Pyetja e parë post samitit është: a jemi ne si Europa? Apo ne kemi zbuluar se Europa është si ne pas 35 vitesh? Sepse është krejt e pamundur që njerëzit e gjithë pushtetshëm të vendeve ëndër ta shkelin e poshterojnë me këmba të ëndrrën tonë, duke ju hedhur në qafë me urime një njeriu që ka përdhosur çdo formë demokracie dhe europiane, një narkomani që ka themeluar një narkoshtet në zemër të një Europe të lodhur nga vaniteti i mirëqenies dhe nga mplakja e besimit. Mirë që na keni lënë për 35 vite dyerve të portave tuaja të rënda, por na kurseni së paku teatrin absurd të shitjes së vlerave e parimeve dhe ndjenjën e të shpifurit ndaj dashurisë suaj dhe habisë suaj për udhëheqësin suprem Maoist tonin. Ju liderat e pagabueshëm të kësaj Europe të vjetëruar, duhet ta dini mirë se për shumë shqiptar, Bashkimi Evropian ka qenë për dekada simboli i shpresës, demokracisë dhe drejtësisë. Nuk ju a kemi borxh të kundërtën, sepse ai spektakli juaj në navujt e miklimeve politike e ka krisur e madje thyer këtë besim. A mos vallë ju Gjerman nuk jeni në dieni për përgjimet e publikuara nga Bild, ku zyrtar të lartë të PS-s dëgjohen duke organizuar blerjen e votave? Apo ndoshta ju belg, holandez, spanjoll, suedez e të tjerë nuk i njihni gjetjet e OSBE ODIHR, organizatës suaj së certifikuar ndërkombëtarisht për shkeljet e rënda të pandodhura në një vend evropian, të denja për indinë e viteve 70 dhe vendet e Afrikës në procesin zgjedhor? Po ju francezëve, nuk ju kanë thënë ende shërbimet tuaja të sigurisë se gjuha e dytë më e përdorur në Sky Encrochat nuk është frëngjishtja, por shqipja, dhe se nga thyerja e sistemit që ju bët, del qartë bashkëpunimi politik i Ramës me bandat për të rrëmbyer zgjedhjet, për të pastruar para dhe për të fuqizuar krimin? Po ju italian, nuk e dini akoma që mafia juaj sot sipas antimafjes suaj të famshme konkurohet bindshëm nga mafia shqiptare, që fuqinë anteiste e ka tek mbështetja e politikës dhe shtetit të Edi Ramës, apo verbimi për një burg emigrantësh ju ka errësuar mendjen dhe logjikën demokratike? Po se litë tuaja diplomatike apo ajo e BE-s nuk lexojnë dot raste të njohura në këto zgjedhje me fakte të denoncuara nga opozita e media ku qytetarët ndihen të shantazhuar, të blerë ose të braktisur, rastet kur procesi zgjedhor është hedhur në erë, kur vota rrëmbehet e tjetërsohet me grupe kriminale, me para ose kërcënim për vendin e punës, bukën e gojës. A doni më shumë se kaq? Ndoshta ju ende nuk e keni kuptuar të dashur evropian që Rama ka përdorur hanxharet e drejtësisë së futur në xhepin e tij për të përndjekur e burgosur kundërshtarët politik, bashkë siç bëri paraardhësi i tij Hoxha, sepse tingëllon cinike dhe absurde që ju vazhdoni e shprehni kënaqësi për reformat dhe përparimin e Ramës. Unë nuk jam diplomat zotërinj, por kjo nuk është më diplomaci, kjo quhet bashkëfaqësi. BE-ja duhet të kuptojë një gjë themelore: Shqipëria nuk ka nevojë për një autokrat të dekoruar me miratime ndërkombëtare, nuk ka nevojë as për prindin 1 e prindin 2, as për martesa burr me burrë, grua me grua, e as për surrogaci. Ka nevojë për zgjedhje të lira, drejtësi të pavarur dhe institucione që u shërbejnë qytetarëve, jo partive. Mbështetja që i është dhënë dhe jepet Ramës nga ju, pavarësisht shkeljeve të demokracisë, është mesazhi më i keq që mund t'u jepet shqiptarëve, sepse nuk ka rëndësi sa padrejtësi ndodhin, sa vota vidhen apo sa njerëz largohen, mjafton që të mbash një fasadë stabiliteti. E gjitha kjo ta shpif zotërinj europian. Në fund edhe një gjë: qeshuni europian me pamjet tuaja prej fëmijësh të servirura nga çmenduria e kultivuar dhe inteligjenca artificiale një herazi. Qeshuni, Rama është juaj, por megjithatë, mos harroni se Europa është e shqiptarëve.